Në aksin rrugor Kukës Kalimash, ndeshemi çdo ditë me turistë huaj që zgjedhin të eksplorojnë bukuritë e Shqipërisë. Mes tyre, këtë ditë ishte qifti gjerman Klaudia dhe Steve, të cilët ndaluan për një pushim të shkurtër dhe ndanë me ne për shtypjet e tyre nga udhëtimi. Klaudia preferoi të mos fliste shumë para kamerës, por tha se Shqipëria po i pëlqen shumë dhe se është surprizuar nga natyra dhe mikprita që ka gjetur. Ndërkohë Steve tregoi se ideja për të vizituar vendin ton erdhi nga djali i tyre, i cili kishte qenë më parë në Shqipëri. My name is Steve. I come from Germany and I visit Albania the first time. Nuk kishim në plan të vinim në Shqipëri, por vitin e kaluar djali im ishte këtu. Sa herë flisnim për udhëtime në familje, ai na rekomandonte Shqipërinë. Na thoshte se është një vend shumë i bukur dhe se duhet ta shihnim nga afër. Kështu vendosëm të vinim. Kemi vizituar Vlorën, e cila është mrekullueshme. Më pas erdhëm në Kukës, ku na kanë lënë mbresa, malet, ushqimi i bollshëm dhe çmimet e favorshme. Tani po vazhdojmë udhëtimin drejt Komanit. And today we go on the Komanzi. Gjatë kohës që bisedonim me çiftin gjerman, 10 turistë të tjerë kalonin në këtë segment rrugor, një tregues i rritjes së interesit të huajve për të vizituar jo vetëm Bregdetin, por edhe zonat malore dhe atraksionet natyrore të veriut të Shqipërisë.